Gjatë luftës së ftohtë, diktatori Enver Hoxha ndërmori një nga projektet më të mëdha dhe më të debatueshme në historinë e Shqipërisë, bunkerizimin masiv të territorit. I udhëhequr nga frika e një pushtimi të mundshëm nga jashtë dhe nga izolimi ekstrem politik, regjimi i kohës urdhëroi ndërtimin e rreth 175.000 bunkerëve në të gjithë vendin. Këto struktura prej betoni u shpërnda në çdo cep të Shqipërisë, nga Bregdeti në male, pranë liçeneve, në fusha bujqësore dhe madje edhe në zona të thella rurale. Ndërtimi i tyre kërkoi burime të mëdha financiare, angazhim të konsiderueshëm njerëzor dhe sakrifica ekonomike për një vend që aso kohe përballej me mungesa të shumta. Bunkerët u konceptuan si pika mbrojtëse individuale, të afta për të përballuar një sulm të armatosur në kuadër të një doktrine që parashikonte rezistencë popullore në rast lufte. Megjithatë, pavarësisht përmasave të jashtëzakonshme të këtij projekti, bunkerët nuk u përdorën kurrë për qëllimin për të cilin u ndërtuan. Shqipëria nuk u përfshi në asnjë konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak gjatë asaj periudhe, dhe strukturat mbetën kryesisht të papërdorura. Vetëm në vitet 1990, gjatë krizës së brendshme në Shqipëri dhe në periudhën e luftës në Kosovë, disa prej bunkerëve u shfrytëzuan në mënyrë sporadike nga banorët apo grupet armatosura. Megjithatë, përdorimi i tyre ishte i kufizuar dhe larg vizionit fillestar për të cilin ishin ndërtuar. Sot, bunkerët mbeten një simbol i fortë i një epoke izolimi dhe frike. Mediat e huaja kanë publikuar her pas here foto të ralla të këtyre strukturave të shpërndara në peizazhin shqiptar, duke i kthyer ato në objekte kurioziteti historik dhe turistik. Galeria e mëposhtme sjell disa prej këtyre pamjeve.